Rajoni 2 ka qenë ndalesa e radhës e takimeve të kandidates së Partisë Demokratike Voltana Ademi në qytetin e Shkodrës. Ajo është mik pritur nga banorët e këtij rajoni, të cilët masivisht kanë përshëndetur zonjën Ademi, duke deklaruar një vot masive për Partinë Demokratike. Nënkryetari i Partisë Demokratike, Bujar Hoti, denoncoi sërish manipulimet që po tentojnë t'i bëhen votës së lirë. Ata menjëherë harruan premtimet e bëra dhe vunë në zbatim të kundërtin e tyre. Pushteti i arritur përmes mashtrimit, vjedhjes së votës, presionit dhe krimit, i ka kapur peng dhe nuk janë në gjendje të qeverisin. Ne kemi përballë dy alternativa. Nga njëra anë është alternativa e majorancës, kandidate e rekrutuar dhe e komanduar për të qenë administratorja e interesave të dyshës Rama Meta, interesa që synojnë të realizojnë përmes kandidates që duan të sjellin në bashki. Nga ana e saj, kandidatja e Partisë Demokratike ftoi të gjithë qytetarët që të votojnë për Partinë Demokratike, por të shërbyer me përulje, pastërti dhe ndershmëri këtij qyteti, në kuadër të programit për Shkodrën e së ardhmes. Votoni numrin 3. Unë kam numrin 3. Votoni për faqësuesit e komunitetit të rajonit 4 në Këshillin Bashki. Votoni për zotin Maxhitsungu. Votoni për zotin Bujar Hoti. Votoni për zonjën Anita Amuli. Votoni për Elgjusi Zikon. Votoni për përfaqësuesit tuaj në Këshillin Bashkisë, duke votuar numrin 15 në listën e përfaqësimit politik në vendimarrjen vendor. Unë do të mund të administroj Bashkinë e Shkodrës, me qoftë se do të kem vullnetin politik të shprehur përmes votës tuaj në Këshillin e Bashkisë Shkodër. Janë vota që shkojnë bashkë. Është mbështetje që do të duhet ta japim bashkë. Ne i do qeverisim në Shkodër. Do qeverisim duke punuar shumë, duke ngritur dinjitetin në emër të familjes, të drejtës, të lirisë, të vullnetit, dhe do e bëjmë me 21 qershor. Të gjithë bashkë, me të rinj, të reja, zonja dhe zotni, ashtu sikur kanë ditë qytetarët dhe të gjithë banorët e Shkodrës.